Vetëm në Memaliaj mund të gjesh një muze etnografik, vlera e të cilit nuk i kalon më shumë se 600 euro. Kjo vlerë mjaft e vogël ka bërë që qyteti Memaliajt sot të ketë një muze ku janë reklamuar fondi më i çmuar i traditave dhe trashëgimisë së zonës veri lindore dhe veri qendrore të qarkut Gjirokastër. Muzeu ndodhet në qendër të qytetit dhe kushdo mund ta vizitojë atë, pa asnjë lloj kostoje. Në këtë muze janë të shfaqura 11 veshje të zonës që përmbledh të gjitha njësitë administrative të Memaliajt, çka përbën njërisi dhe unikalitet në llojin e vet. Objekte të ndryshme të trashëgimisë kulturore të zonës, duke u nisur nga ato të kulinarisë së hershme, punime artizanale, stoli të përgatitura me dorë, kostume dhe veshje karakteristike të zonës, kryesisht në lesh, janë pjesë e gamës së shfaqur në këtë muze modest që synon të tërheq vizitor jo vetëm nga Shqipëria, por dhe nga bota. Sipas kryebashkiakut të Memaliajt, Albert Malaj, po punohet ndërkaq me përfundimin e veshjes së Tafil Buzit, lideri të rezistencës ndaj perandorisë osmane nga Buzi Memaliajt në shekullin e 19, si dhe veshje të tjera të zonës. Ideja ka lindur duke pasin suksesi që ne patëm me muzeun e minierës, duke parë që ne çdo ditë po vizitoheshim nga turistë vendas dhe të huaj, na lindi ideja që ta kompletonim dhe me një muze etnografik, ku në muzeun etnografik përfshihen të gjitha veshjet tradicionale të zonës, duke filluar nga zona e Tervenit, nga zona e Arzës, Buzit, zona e Krasit, Qesaratit dhe qytetit të Memaliajt. Brenda pak muajve ky është muzeu i dytë që është qelur në Memaliaj pas muzeut të minierës, që me sa duket ka qenë në fokusin e interesit, sidomos të turistëve lindor, kryesisht nga Polonia, Hungaria, Lituania, që kanë dhe një përvojë të ngjashme me minierat e Qymërgurit në vendet e tyre.